Prandaj opcionet janë dy. Kush e voton Albin Kurtin dhe lëvizjen vetëvendosje, e ka mesazhin e qartë për tyre që kush na voton ne, pat edhe deputet na e çojmë zgjedhje prap. Çka ne po themi është që ne kemi bartët listës kandidatën për presidente dhe po mundohemi me të i kalu ngërqen për mos me shku në zgjedhje. Prandaj thashtë si to, sepse propagandën e njëtë ma kanë bë edhe mu, jo vetëm për këtë, për shumë parasitjet mijat. Prehet vetëm një sekuencë e fjalive tona dhe shpërndohet në mënyrë virale në përjetët sociale. Dhe mu po vjen keq që ti po e merr për të mirëqenë një sekuencë dhe po e proklamon këtu në studio. E kam dëgju të plot pastaj. E kam dëgju të plot. Prap kemi me dëgju. S'ka problem, i qëndroj 100% pas kësaj që e thash. Edhe të mija të shoj. Edhe të mija propagandë citim real i asaj që e ka thonë. Problemi im nuk është mendimi ndryshe në raport me juve, sepse fundja për këtë ekziston demokracia që unë dhe ti sot këtu me i përplasi det. Problemi im është që derisa ju parasiteni si analist i demokracisë, analiza ju i buron nga një mendësi thellësisht moniste. Refleks plotësisht komunist. Ti një analist time nuk e ke lexuar prej fillimit deri në fund. Ta përfundoj se se kryva, nuk e kryva. Asnjë analist time se ke lexuar. Prandaj unë dhe ti nuk mundi me unis nga njëta mos ulmo kështu. Jo, ta shtregoj. Nuk është ul. S'ke lexuar asnjë analizë. Nuk është fare ul, sepse unë nuk bëj analiza për demokracinë e tipit të lidhjes demokratike. Ta shtrëgoj pse. Sepse nëse për ty është plotësisht e pranueshme koncentrimi i plot i pushtetit tek një parti politike, çka flet kjo për ty? Unë kam qenë ai që kam propozuar këtu një person krejt tjetër prej partive politike. Po more po çdo ditë mbështet propagandon ti. Po pikrisht kjo ti po e bën propagandën duale zoti Ramabaja. Ti me një aspekt, tu hajde marrim një person tjetër. Praktikisht me retorik përpiqesh të sulmosh. Jo more s'kam nevojë me sulmu. Unë kam propozuar edhe një qytetar intelektual sepse ke ditë që nuk bëhet. Sepse ke ditë që nuk bëhet. Komunitetit katolik që gjithë nuk bëhet. Po kur erdhët në pozicionin që do t'ishte më mirë ai, atëherë binin këtë pozicion. Kush prej LDK-s... Ose debatojmë krye tipi kryone, ose po gjurëm të dëtë. Talojmë Ramabaj vishtë vesh mos kesh përdorin analizat e mija. Jo. Ramabaj, ju e keni mundësi më usharusi në të njëjtën studio. Ose bojmë zhurëm të dëtë, sepse zhurëma është për me kamuflu të vërtetën, së është për me thonë të vërtetën. Unë dëgjoj, por kur flasë më dëgjoj edhe ti. Në atë se si unë jam eduku në kuptimin profesional, dikush që dëshiron me koncentru pushtetin në një parti politike ka mendim të tillë dhe logjik të tillë. Unë jam kategorisht kundër koncentrimit. Nëse ti thu që ka dash dikush tjetër që kërkush s'ka ndëgju heq dhe e ke di që s'është as opcion ajo farpune, por në të njëjtën kohë, Feride Rushiti është produkti që asaj çati bë pushtim. E kush e ka propozuar Feride Rushitën? Kush e ka propozuar? Mund ta propozon edhe ju. Lëvizja vetëvendosje, po pikërisht